Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan votat për herë të parë në këtë legjislaturë për të nisur reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. 115 vota pro, 0 abstenime, 3 vota kundër, projekt vendimi miratohet. Komisioni i reformës zgjedhore u miratua me 113 vota pro e 3 kundër. Komisioni i reformës territoriale mori mbështetjen e 115 deputetëve. 3 deputet votuan kundër. Në të dy rastet kundër votuan Partia Mundësia dhe Partia Lëvizja Bashk, të cilat nuk janë dakord me procesin e bisedimeve. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shpjegoi pse bashkoi votat me socialistët. OSBE-ODIR ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri shpjegoi se cilat do të jenë prioritetet e kësaj reforme. Brenda pak ditësh ne do të japim dhe propozimet për antarësinë dhe komisioni do të fillojë me njëherë nga puna. Mendoj që fokusi i parë duhet jetë ligji për financimet, meqense është dhe i kërkesë e Bashkimit Evropian, është pjesë e agjendës së integrimit dhe ka një nevojë për të adresuar. Të dyja komisionet kanë barazi antarësh mes mazhorancës dhe opozitës. Në Komisionin e Reformës Zgjedhore kanë antarë edhe Partia Mundësia dhe PSD e drejtuar nga Tom Doshi, ndërkohë që partitë e tjera parlamentare mund të marrin pjesë pa të drejtë vote.